por që faktikisht kjo alibi ka qëndruar që në zgjedhjet e 11 majit ka qenë e parë, pra ka qenë e vërtetuar që sot leadershipi i Partisë Demokratike duhet të zëvendësohet dhe është një nevojë emergjente. Në sensin e asaj që nëse do duam të kemi rotacion politik ndonjëherë në vendin tonë, dhe nëse do duam që të kemi një alternativë e cila të zgjojë shpresë edhe jo të ndërtojë strategji për të ngritur protesta sa për të bërë protesta, siç ishte kjo e sotmja, sepse këtë të sotme unë nuk e quaj fare protestë, është edhe shoqëria civile në ngritjen e kauzave të veta mund të mblidhte më shumë njerëz se sa ishin sot në shesh nga Partia Demokratike. Ja, ta mbaroj të lutem. Dhe kjo në këtë qasje, pra nëse protesta shihet si mjet politik për të treguar që ne kemi fuqi politike, jemi akoma në këmbë, jemi të konsoliduar, kemi ndërtuar strategji për të riafirmuar tek publiku si alternativë politike, dhe nëse jemi këtu, atëherë duhet marrë më shumë seriozisht. Dhe unë në drejt kisha në studio prapë dhe thash këtë detaj që dua ta them dhe këtu, që sot unë mendoj që Partia Demokratike ka PR-in, i ka dështuar PR-in e para, i ka dështuar konsultimi brendshëm. PR-i të dashur shikues është komunikimi publik. Komunikimi publik, po.